ujori, parashikimi për shenjën e ujorit për muajin qershor në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, çfarë do na thonë letrataros, si do jetë energjia e shenjës së ujorit. Shenja e ujorit, në të kaluarën tuaj, keni kaluar trauma, aksidente, aborte spontane, operacione kirurgjikale, keni qarë, keni lotuar, një prishje planesh, falimentim, jeni shumë të vrarë shpirtërisht, probleme me shëndetin, shumë theka mbashpine, shumë tradhti mbashpina dhe çdo njeri që keni besuar i ka futur një thik mbashpine. Mund të kenë ndruar jetën ndonjë person i familjes, po duhet të keni kujdes dhe shëndetin. Do lëndoheni shpirtërisht, mund të derni lot gëzimi, mund të derni dhe lot hidhërimi. Një kuror me shere dhe bate, një kredi e marrë, një transformim, një shkatrim, një ndikim, ka ndiku dhe Marsi dhe do keni krisje në partneritet. Duhet të keni kujdes se mund të jetë një kuror që është drejt shkatrimit, drejt ndarjes. Mos i bëni gjërat me së mbyllur se nuk e kuptoni se çfarë po ndodh mbrapa vetes tuaj. Keni armën e besimit, armën e zemrës, do ndihmojnë nga gjysma ëndë dhe gjërat do shoshohen pak nga pak, po nuk jeni të sigurt, nuk jeni stabil, mund të thoni ndoshta po, ndoshta jo. Ju kanë lidhur syt, juve të shenjës së ujorit të keni ndër veten të bllokuar. Ju kanë lidhur syt, ju kanë lidhur duart, jeni në ca ujëra të thella, jeni në ca ujëra të turbullta, kërkoni rrugëzitje, po jeni pa rrugësinë, keni një bllokim mental të bllokuar si në punë, si në dashuri, si në fat, duhet të çlironi nga bllokimet që keni, një tragjedi, një fatkeqësi. Shikoni drejt horizontit të largët, nëse keni të bëni çështje ligjore, duhet konsultoni mirë me një avokat, kërkoni të drejtën tuaj, të vërtetën tuaj, do ju plotësojt një dëshirë dhe do ju duket sikur të keni kapur dorën me botën me dorë, ose diçka do ju plotësoj dëshira juaj dhe do ju duket sikur do keni kapur botën me dorë. Do kesh një takim, një telefonat, një rikthim i dashuri ose një udhëtim të furishëm, një komunikim. Çdo situatë keni dalë përpara, çdo fortune, por keni të bëni dhe me persona që mund të jenë serioz dhe korrekt dhe kur gabojnë nuk i pranojnë asnjë gabimet. Fejesa, martesa, planimetri. Në blerje shtëpi do hyni, do gëzoni, do lodroni, viza, pasaporta, dokumenta do mirë përgjigje për po. Nëse keni të bëni me çështje ligjore, me gjyqe do fitoni, pavarësisht që situatave mund të keni pengesa në muaj qershor, do keni të ardhmë të mirë. Fejesa, martesa, shtazëni, pritë fëmijë, harmoni dhe do dali dielli për ju, do keni një energji pozitive juve të shenjës së ujorit, po duhet të jeni kujdes në familjen tuaj, se për një gabim të vogël mund të përfundoni dhe në krisje, në partneritet dhe në ndarje juve të shenjës së ujorit.